Përshëndetje gjithve nga Rahoveci, përshëndetje mbrapa është moja Shkodronit. Sot ne pa luftë sot gradishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, sot lëvizim lirshëm. Unë deri në vitin 99, mund të thonë, Ferizaj nuk e kom ditë aq sa duhet, se s'kom guxo, se kam ditë e botësh me ecë me lëviz, po s'kem guxo. Ferizaj më sa ofshë qytete tjera, fshatra tjera, ka lëvizim sot, bile as ëndër si kom pa, po fa luftës, sot ecëm lirshëm, punojmë lirshëm, komunikojmë lirshëm, po ashtu edhe jem shoqëruar me të gjithë kombin shqiptar, anë kënd Kosovës, trojve shqiptare ka gjindem. Lavdi të gjithë dëshmorëve, respekt për juve shoku Muhamet Kuka. Përnderës, Munat Loku, a di ku je qëto, këthau prapë? Po jemi në qytetin e Xhelal Hajdës, apo Tonit dhe Miqit, pra këto ke marrë për të nderuar dëshmorët dhe të cilët ata të cilët dhanë jetën për lirinë e vendit. Lumë goja. Sot kem një rrugë jo të mundimshme, në një rrugë të bukur, por atë arsye sepse i vizitojmë familjet e dëshmorëve. Ky vend ka emën Rahovec. Lavdi Vajdin Berishës, lavdi Sebajdin doktor profesor Sebajdin Sena, lavdi gjithë dëshmorëve të Lalajdës, Aukshën Hotit, e kejtë dëshmorëve të kombit. Perenia ishë përbleft. I përshëndes gjithë shqiptarë kudo që janë në botë, se vendinja o më shenjë se kejtë. Po, lavdi dëshmorëve.